Jemi rikthyer dhe tashmë kam Njomzën këtu në studio për të filluar sigurisht edhe bisedën, për të folur për të gjitha ato të cilat në fakt i lajmërova. Do të flasim për rolin e saj si udhëheqëse e institucionit më të rëndësishëm kulturor në Tetov, por gjithashtu të gjithë rrugtimin e saj profesional, gjithashtu edhe paragjykimet të cilat mbase i ka pasur, sfidat të cilat i ka pasur, sepse ka bërë për 6 muaj në të cilën është edhe drejtoreshe e institucionit apo e qendrës për kulturë në Tetov, ka bërë një punë shumë të madhe dhe sigurisht që kjo punë ka edhe sfidat e veta sigurisht. Njomza, përshëndetje, faleminderit shumë që je pjesë e emisionit Prizma, faleminderit shumë, kënaqësi shumë të kemi këtu. Faleminderit juve që keni konsiderat për kulturën në përgjithësi, veçanërisht edhe për institucionin tonë në qytetin e Tetovës. Patjetër, përderisa ka aktivitete të shumta, kënaqësi shumë, përderisa ka aktivitete të shumta dhe ne patjetër që do të jemi aty për t'i ndjekur. Të të pyes një herë, sepse duke qenë se jemi tash edhe jemi në javën e fundit të vitit 2025, si ka qenë ky vit për ty, qoftë nga ana profesionale, qoftë edhe nga ana personale, nëse mund të bëjmë një përmbledhje të vitit. Po tani mendoj se gjithçka ka pas një rrjedhshmëri të këndshme, pa marrë parasysh tash ti kompletoj me sfida, me vështirësi, janë pjesë e procesit, nuk mund t'i ndajmë, mirë po arritjet kur i shohish daljet në skenë, arritjet publiku, kënaqësia, duart trokitje që t'japin, sikur gjithçka harrohet, çdo sfidë, çdo vështirësi që e ke kaluar në atë moment pushon dhe vetëm mundosh maksimum ta shijosh atë të cilën ke përgatitur për ta nxjerrë në skenë. Dhe mendoj se e kemi menaxhuar mirë, domethënë puna ekipore gjithmonë sjell rezultate të mira. Në aspektin personal kam qenë shumë e ngarkuar, është shumë e vërtet, tani të jemi realist për ta realizuar një program të tillë si ka qenë i nëntorit. Ka qenë një sfidë për mua për herë të parë, e cila më ka rënë hise ta realizoj dhe vërtet kam qenë shumë e angazhuar, por e kam bërë me një përkushtim shumë të madh, me një kënaqësi shumë të madhe. Dhe kjo ndoshta është edhe tani rezultate që i shohim nga publiku, duart trokitje, siç e thash më herët, edhe komentet pozitive që na vinë në vazhdimsi. Kjo është kënaqësia më e madhe që kemi arritur. Shumë e vërtet, ke treguar sigurisht padyshim suksese të mëdha, kështu që mund ta quajmë si një vit të suksesshëm për ty, apo edhe nga ana profesionale dhe nga ana personale. Po, unë tani do e leja këtë ta flasin të tjerët, jam pak tip që nuk dua të flas për vetveten, edhe pse këto thash asgjë nuk është bërë vetë, gjithçka është bërë në ekip, por sukseset ne mendoj se nuk kanë një limit. Me thonë, ndoshta viti 2026 mund të jetë akoma më i suksesshëm se 2025, uroj të jetë ashtu, me thonë, do bëjmë maksimumin që çdo vit ne të përmirësohemi, jo të mbetemi se këtu jemi kënaqësia, këtu ka marrur fund edhe kështu të vazhdojmë. Jo, gjithçka duhet të përmirësohemi akoma më shumë. Të vazhdojmë sigurisht. Gjithmonë, domethënë, prej në momentin edhe që të kam takuar dhe kemi biseduar edhe disa herë, sepse kemi qenë pjesë edhe aktiviteteve, sigurisht më ka pëlqyer shumë ajo modestia që ke, edhe tash në fakt e tregove dhe në fakt edhe vizioni i qartë që ke edhe për të ardhmen, nuk të bën që të ndalesh kurrë me atë që e the, veç më e konfirmove dhe atë që të gjithë besojnë e mendojnë. Unë dua sot që të flasim, të njohin pak njerëzit për te drejtoreshës së qendrës për kulturë, pra të gjithë rrugtimin tënd, ato sfidat që fshihen pas, ato paragjykimet mbase që ke pasur edhe kur ke marrë edhe rolin më herët si drejtoreshe e bibliotekës, e tashmë si drejtoreshe në institucionit që është shumë i rëndësishëm për kulturë. Por të njohin pak për te asaj, për te profesionit tënd. Kush është Njomza për te profesionit? Kur ka filluar ky rrugtimi apo pasioni yt për librat, për artin, për kulturën? Atëherë, unë kam diplomuar një kohë shumë më herë, domethënë ka qenë viti 2007 kur kam diplomuar si juriste, gjë që nuk ka ndoshta të bëjë me profesionin që tani mendoj që pozitën që e ushtroj tani, mirë po është çështje menaxheriale e cila ka lidhshmëri njëra me tjetrën. Unë si juriste shumë pak kam punuar, them në mënyrë vullnetare, në gjykat, në noter, e kam dashur si profesion, por jeta ashtu më ka dhënë disa kahje të tjera dhe nuk ka mundur ta realizoj atë si profesion. Ndoshta edhe të qenurit nën nuk më ka lënë kohë për të
të ushtroj këtë profesion si juriste në kohën kur kam dashur atë. Mirë, po me kalimin e kohës sikur u zbehën ato dëshirat ose ndoshta them drejtën, sikur ju përkushtova një kohë të gjatë familjes time, derisa doja të jem pjesë e rritjes së fëmijëve të mi dhe kështu kam pasur një pauzë goxha të gjatë. Pastaj institucioni bibliotek, Institucioni Nacionali Biblioteke e Qytetit të Titovës, ka qenë një sfidë në vete. Dhe këtu unë e kam ushtruar këtë pozitë me një dashuri shumë të madhe, sepse jam tip që e dua librin, shpesh herë me shaka e themi edhe në punë, më falni, unë jam njeri i lapsit edhe i letrës, edhe e dua leximin, e dua librin, dua gjithçka që ka të bëj me, ndoshta them ndonjëherë sikur të kisha një profesion të dytë, do kisha studiuar me siguri psikologjinë, anën shpirtërore, të hulumtoj, të lexoj dhe të di ende më shumë. Dhe këtu në bibliotekë sikur e gjeta veten, u adaptova shumë shpejt dhe e kam ushtruar thash me një dashuri shumë të madhe, si me kolektivin, si në anën profesionale, si në sukseset që kemi pasur gjatë atyre 2 vjet e gjysë sa kam ushtruar unë atë pozicion. Dhe mendoj se ndoshta thash përsëri mund të flasin të tjerët për arritjet tona gjatë asaj periudhe që unë kam qenë drejtoreshe e institucionit. Ishte kënaqësi shumë e madhe. Thash, si të kesh punë me njerëz që lexojnë libra, të punosh me poet, me shkrimtar të ndryshëm, të vendeve të ndryshme të rajonit, është një kënaqësi shumë e veçantë. Dhe këtë si një periudhë të jetës time unë e çmoj shumë. E vlerësoj shumë dhe kam arritur të marr shumë nga ai pozicion. Sigurisht që mbase ka ndihmuar edhe tash edhe për pozicionin që ke në fakt dhe pozicionin që ke edhe për ditën e Tani janë 2 institucione ndoshta që kanë të bëjnë me kulturë, por në esencë janë shumë të ndryshme. Dhe dinamika që ka qendra për kulturë dhe dinamika e bibliotekës dallojnë shumë. Ka disa gjëra që për mua kanë qenë risi, mirë po ndoshta fal angazhimit tim ose fal aftësisë time për të kyçur në ambiente të reja dhe për të ambientuar sa më shpejt, nuk e kam pasur probleme dhe ndrimin e institucionit. Sigurisht. Ajo që e kemi dëgjuar shpesh edhe nga njerëzit të cilët të njohin, e kemi dëgjuar, domethënë teksa kemi biseduar sigurisht edhe me të tjerët, kanë thënë që Njomza është e njëjta, apo personi i njëjtë, edhe kur u bë drejtoreshe dhe tashmë që ka një pozitë më të lartë që udhëheq një institucion shumë të rëndësishëm, personi i njëjtë. Megjithatë, ke bërë ndryshime atë që e përmendëm edhe pak më herët kur folëm, dhe këtu dua të dal pak te ato paragjykimet mbase sepse edhe këtë dua ta flasim për pjesën e paragjykimeve. Mbulesën, domethënë kur vendoset që ti të mbulohesh, ka qenë pikërisht kur u bëre edhe drejtoresh e bibliotekës, apo më trego pak si kanë qenë ato një herë njerëzit e afërt çfarë të thanë, edhe më pas edhe paragjykimet të tjera mbase sepse duke qenë edhe drejtoresh e bibliotekës nuk e kam prit të vi ky vendim. Është shumë e vërtetë. Edhe pse unë këtë pjesë nuk dua ta diskutoj as pak, sepse është diçka shumë personale, por është e vërtetë se kur kam vendosur ta vë mbulesën kam qenë drejtoreshe dhe shumë të nesërmen kam pasur shumë komente interesante, domethënë je tani në një pozicion, a je vetëdijshme, çka mundet, si do rrjedhin punën, mirë po është një vendosmëri shumë e madhe dhe në një moshë shumë të pjekur, mendoj e kam arrit për ta bërë këtë vendim për veten time dhe nuk e kam marrë parasysh asgjë çka do ndikoj nga jashtë. Sigurisht. Falni. Edhe kështu ka rrjedh gjithçka tani normalisht kemi pasur edhe komente negative, kanë shkruar njerëz publik. Domethënë, kur je në një post drejtoreshës edhe ke të bësh me palë, domethënë kemi të bëjmë me fëmijë, me shkolla, edhe njerëz të cilët nuk e kuptojnë, unë kam një mike timen të cilën e respektoj shumë, që më i thotë njeriu nuk duhet ta shikoj çka ka në kokë, mbi kokë, po çka ka në kokë brenda.
Mirë po, nuk mund t'ju ikim edhe njerëzve të cilët ndoshta nuk më kanë njohur mua si person, edhe thjesht nga pamja jashtme të paragjikojnë. Kemi pasur shkrimet të ndryshme që kam paragjikuar se tani drejtoresha bibliotekës me mbules, çka do t'ju ofroj tani fëmijëve, kinse mbulesa ime lidhet diçka me punën që thjesht unë ashtu jam personit i cili nuk bëj lidhshmëri, jo nuk bëj lidhshmëri, po thjesht atë që e kam për veten time nuk e lidh me punën as pak. Thjesht dua t'i respektoj të gjithë pa dallim, nuk jam tip paragjykues dhe respektoj çdo njërin që hyn nga dera, qoftë në bibliotek, jam munduar të bëj maksimumin, qoftë tani si që jam në qendrën për kulturë, jam tip që ende nuk di në jetën time të bëj ndonjë dallim njerëzish në bazë të fesë, në bazë të nacionalitetit apo diçka tjetër. Edhe kështu më njohin të gjithë. Po, dhe e vërtet ato desha të them, që ato që të njohin e dim. Jam po ajo njomës që më herët nuk ka qenë drejtoresh, sot është drejtoresh, për jam e njëjta me të gjithë dhe nuk mund të ndryshoj. Pozicionin drejtoresh dua ta ushtroj me shumë përgjegjësi, por jo që ai pozicion të ndikoj në jetën time private, me të cilën karshin njerëzve unë të dukem ndryshe. Kjo është një moto e imja me të cilën jam përcjellur gjatë gjithë jetës edhe uroj të vazhdoj kështu. Sigurisht edhe e thash unë edhe më herët që e konfirmojnë edhe ato persona të cilët të njohin, e konfirmojnë këtë. E sa i përket asaj që e thej për mbulesën, sigurisht që është zgjedhje personale e çdo njëri dhe asnjë nuk duhet të kufizohet në këtë pjesë, mos tjetë apo të jetë drejtoresh vetëm pse e ka edhe mbulesën apo nuk e ka. Më trego pak rrugtimi yt nga drejtoresha e bibliotekës në drejtoreshën e Qendrës për Kulturë, sepse biblioteka në fakt është pjesë e Qendrës për Kulturë, kështu që faktikisht ke shkuar një shkallë ose disa shkallë më lart. Nëse e marrim ashtu, është një institucion pak më i gjerë, sigurisht është një institucion më i madh. Pikërisht. Unë i llogariti domethënë të gjitha aty institucionet që jemi brenda objektit të Qendrës për Kulturë, jemi të gjithë të barabartë. Por thash edhe më herët, dinamika që ka Qendra për Kulturë është pak më ndryshme nga ajo e bibliotekës dhe nuk e kam pasur problem as pak për ta menaxhuar këtë pjesë, sepse me shumicën e njerëzve aty edhe njihemi, me që veprojmë në një objekt të njëjtë, me shumicën jam njohur që më herët, dhe as pak nuk e kemi problem, thash njihem si tip që nuk bëj as ndarje politike bile brenda për brenda institucionit, thjesht në atë orarin e punës gjithçka lidhet me punën. Pastaj pas orarit punës mund të debatojmë, mund të gjithçka të jemi në kuadër të intelektualitetit që posedojmë të gjithë brenda institucionit dhe as pak nuk e kam pasur vështirë. Nga jashtë nga një herë sikur kisha një droje, si do jetë tani ambienti me njerëz të tjerë, por thjesht ndoshta edhe mikpritja e tyre që më ka bërë të ndjehem akoma më e lirë dhe akoma më lehtë të ambientohem në një ambient të ri siç ishte Qendra për Kulturë. E vërtet, në fakt edhe duket edhe për jashtë edhe nga publiku, ka një harmoni me stafit të Qendrës për Kulturë. Të paktën ashtu si e kemi parë ne, nuk e di andofnë për aktivitete të ndryshme, nuk e dim tash si janë mbledhjet që i bëni ju, po që vërtet tregohet një harmoni e sigurisht që do punë, do ekipe dhe do staf, gjitha jo punë nuk bëhet vetëm me një person. Patjetër, domethënë edhe brenda kolektivit unë jam tani gjithmonë ka diçka që zihet për brenda, por në përgjithësi jam shumë e kënaqur me ekipin, edhe pse në sferën e kulturës kemi shumë pak njerëz, po e kam thënë në shumë emisione dhe vazhdoj ta them, në gjithë këto aktivitete që për 6 muaj ne jemi munduar t'i realizojmë, në Qendrën për Kulturë është kyçur edhe pjesa e administratës, njerëzit që kanë dashur të na ndihmojnë dhe kështu kemi arritur ndoshta edhe gjithë këto pozitivitete t'i gëzojmë tani në fund vit, themi, sepse vetë nuk bëhet asgjë dhe thash ju jam shumë falenderuese të gjithë kolektivit tim, ja siç mund t'i shihni
që kanë kontribuar në çdo formë, qoftë ajo edhe më e vogla e mundshme, që më kanë ndihmuar për të realizuar gjitha projektet të ri tani. Dhe nuk shoh ndonjë arsye të them të drejtën me të cilën do të kisha thënë se kam ndonjë pengesë brenda kolektivit, diçka normalisht që është shumë e madhe, se si krima, se çdo institucion i ka, dhe ne nuk mund të lavdrohemi se ne jemi krejt perfekt, jo, gjithçka mund bëhet edhe më mirë, por për momentin është një situatë e kënaqshme. Është duke shkuar shumë mirë edhe puna, sigurisht. Më thuaj pak sepse ne e themi që është krejt stafi, megjithatë duam të mburremi me atë që është drejtore një grua. Po e drejton një grua këtë institucion dhe është për herë të parë, nëse s'gaboj, në histori që ky institucion udhëhiqet nga një grua. Çfarë përgjegjësie ka edhe në këtë aspekt, sepse është edhe një simbolik edhe për gratë tjera për t'i motivuar, është pak a shumë, siç e thash, domethënë është simbolike edhe për fuqinë e gruas për të udhëhequr, duke qenë se jetojmë në një shoqëri patriarkale, ku nuk shohim shpesh në për institucione të rëndësishme të ketë gra udhëheqëse. Çfarë përgjegjësie është edhe nga ky aspekt? Këtu qëndron edhe një dalim tjetër nga pozicioni i drejtoreshës në bibliotekë, ku shumicën e të punësuarve i kisha gra, ndërsa tani në Qendrën për Kulturë shumicën janë të gjinisë mashkullore, mirë po tani ne si rreth, megjithatë kemi një respekt për gjininë femrore. Edhe ndoshta kjo e ka bërë që unë mos të ndihem keq në asnjë moment gjatë gjithë këtyre 6 muajve. Kam pasur një respekt maksimal ndaj meje dhe nuk mund të mos e them, të mos ju falenderohem çdo ditë. Vërtet, Qendra për Kulturë në vazhdimsi është udhëhequr nga drejtor meshkuj, por nuk mund të them se ka pasur qoftë një indicje sado e vogël të jetë që unë të ndjehem keq. Dhe kjo është merit e gjithë stafit, pa dallim, që më kanë bërë shumë krenare, më kanë bërë që të jap një mesazh edhe ndaj grave të tjera, të cilat ndoshta ndonjëherë druajnë se ata pranojnë një post udhëheqës këtu apo atje, sepse ja vlen të provohet, por edhe aftësitë tona menaxheriale do të sjellin edhe ato freskit brenda institucioneve, sepse jam me mendimin se ne gratë kemi atë ndjenjen emocionale pak më të zhvilluar, edhe ndoshta kuptohemi me një gjuhë tjetër. Unë për vete nuk e kam pasur as pak problem të kyqem në një ambient të ri, të ndryshëm nga i bibliotekës. Sepse mendoj që ke qenë edhe lindur edhe për të menaxhuar, edhe ajo ka të bëjë, sigurisht do ta kesh edhe forcën edhe guximin edhe vizionin për të udhëhequr, ama megjithatë atë që e the, mendoj që gratë janë lidere dhe ti po e provon, po e konfirmon këtë që gratë janë lidere shumë të mira. Nuk mund ta mohojmë, domethënë nuk mund të kufizohen aftësitë menaxheriale në gjini. E jashtë asaj, domethënë mund të ketë edhe një gjini tjetër i cili ka arritur të menaxhoj shumë institucione në brenda shtetit të gjinisë tjetër, mirë po edhe gjinia femrore nuk duhet ta anashkaluar. Me të vërtet është kënaqësi, se nuk di si ta them, është në kulturë është një kënaqësi shumë e veçantë. Thjesht kur i shohësh ja këto skenat, sallën kur e shohësh të mbushur me publik, performanca që paraqiten në skenë, sikur të përmbushin. Edhe ajo të jep një motiv plus për të punuar ndoshta ende më shumë. Si kanë qenë reagimet e para kur ke thënë që do bëhem drejtoresh e institucionit e Qendrës për Kulturë? Reagimet e para a kanë qenë atë kanë thënë që mbase nuk do arrish ti gjesh, se nuk e di, sigurisht që duhet edhe financa, edhe për të bërë aktivitete të shumta duhet të shkosh derë në derë, siç themi ne, dhe atë kanë thënë që jo, po ti si grua nuk e di, a do kesh atë fuqinë, atë forcën për t'i arritë edhe për t'i bërë gjithë këto aktivitete. Cilat kanë qenë reagimet e para? Ka pasur momente edhe të tilla. Ka pasur, nuk janë diçka që mu më kanë bërë të ulem edhe të dyshoj në vetvete, por megjithatë ka raste edhe sot e kësaj dite përballemi si arrin ti menaxhosh gjitha këto. Thash, kjo është punë ekipore e cila nuk duket jashtë. Domethënë në skenë duket vetëm drejtoresha edhe programi çka del në skenë. Mirë, po puna ekipore të bën që edhe ty të lehtësohen punët,
po edhe suksesi del mendoj unë edhe më i madh. Dhe kështu kam pasur raste që si do gjejmë linqet, unë mendoj se njeriu kur ka vullnet për punë i gjen të gjitha mënyrat. Ne kemi shumë artistë në qytetin tonë, shumë njerëz që duan kulturën dhe nëpërmjet tyre ti mund t'i vendosësh të gjitha linqet e mundshme për të sjellur diçka të bukur në skenën e Qendrës për Kulturë. Dhe thjesht jam tip që nuk ndalem në komente të cilat më sjellin energji negative. Vazhdoj të punoj dhe me pozitivitet, jam tip shumë pozitiv, jam tip shumë i qetë dhe kështu me këtë qetësinë time unë vazhdoj të punoj dhe vazhdoj ti menaxhoj të gjitha energjitë negative që vijnë nga jashtë. Pra janë shkallon edhe nëse ka, besoj që të pakt janë ato komente negative. Janë vërtet të pakta, sado mund të themi që nuk ka nevojë edhe të merren parasysh. Sigurisht. Besoj që ka pas mbase nuk është ajo që ka pas komente negative ose për të sulmuar ty direkt, megjithatë mbase disa njerëz mund të kenë qenë skeptik në punën. Patjetër, ato nuk lidhen me personin si njomza, por si person, po lidhen me detyrën që duhet ta ushtrojsh. Por thash, nuk duhet të ndalemi asesi jo unë si drejtoresh, po askush i cili mendon që ka një synim të vetin, askush nuk duhet të ndalet në komente të cilat me energjinë e tyre negative mund të bëjnë edhe ty të të fusin në tretin e negativitetit edhe të dyshosh në vetvete se diçka nuk mund të arish. Gjithçka është e arritshme dhe ndoshta sfida do jenë pak më të mëdha, ndoshta rruga do jetë pak më e gjatë, por qëllimi arrihet kur ka vullnet për punë. Sigurisht, kur ka vullnet edhe vizion, sigurisht që pika kryesore do të arrihet. Si e ruan edhe autoritetin, sepse besoj si drejtoresh duhet të kesh edhe atë autoritetin që të duhet. Si e ruan autoritetin pa e humbur edhe pjesën njerëzore, pa të mundohesh që mos prekësh dikënd gjatë kohës kur jeni në mbledhje me stafin ose me personat të tjerë, si e menaxhon këtë? Po është shumë e thjeshtë. Unë çdo herë them mirësia nuk ka kufi. Më thonë edhe bashkë biseduesi, kur e sheh një mirësi tënde në karakterin tënd, mendoj që vetë i krijon ato vijat e kuqe se deri ku është limiti edhe thjesht nuk kam pasur ndonjëherë ndonjë problem brenda institucionit i cili i tejkalon vijat e kuqe të mia, se çdo herë normal, çdo njeri duhet të ketë, ne nuk jemi të krijuar për t'i pëlqyer gjithkujt. Mirë po, në aspektin profesional, gjithkush i kemi ato vijat e limitet tek të cilat nuk duhet të kalohet, por nuk kam pasur ndonjë rast me të cilin mund të tregoj ndonjë përvojë të tillë dhe besoj që gëzoj një respekt shumë të madh nga të gjithë kolektivi. Kjo është e vërtetë dhe sigurisht që duhet të ruhen edhe marrëdhëniet me stafin, pa marrë parasysh lodhje, sepse ndonjëherë mund të ketë idhnesa, mund të ketë nga lodhja e tepërt, mund të ndodhin edhe keqkuptime edhe mos marrëveshje, megjithatë. Jemi të gjithë njerëz të rritur, unë shpesh herë them edhe në institucion, jemi të gjithë të rritur, të gjithë të shkolluar, intelektual, të sferave të ndryshme, edhe si mos arrim ne të merremi vesh brenda vetes, për brenda atëherë s'ka kusht tjetër. Specifikisht kur jemi duke punuar në një institucion kulturor, i cili është vetvetiu një mesazh për njerëzit jashtë. Dhe tregon sigurisht, e jep atë reflektoni themi edhe tek publiku edhe gjithë ajo puna kolektive. Më thuaj pak, prej kur je bërë edhe drejtoresh sigurisht të vinë më shumë njerëz për të thënë ajtë na liro pak tash Qendrën për Kulturë se do duhet të bëjmë këtë aktivitet mbase të marrim pak më të paktën njerëzit që të kanë njohur më herët sigurisht edhe prej bibliotekës edhe prej më herët edhe mbase e kanë pak më të lehtë për të ardhur aty për të kërkuar aktivitetet për të bërë aty. Po tani unë nuk hi në kështu detaje ta di se si ka qenë në të kaluarën, por unë gjithkuj i them se Qendra për Kulturë apo zyra e drejtoreshës nuk është e mbyllur. Ne gjithë jemi të hapur për diskutime, për ideja, për bashkëpunime, pa marrë parasysh nga kush vjen. Me thonë, gjithë artistët janë me dyrë të hapura në Qendrën për Kulturë dhe mundohemi ta menaxhojmë bashkë me stafin tim, të cilët kujdesen për rrjedhën e programit mujor, themi.
edhe nuk kemi pas ndonjë problem falë ekipit, falë edhe njerëzve, sepse vendisimi është nuk e din në qytetet tjera, por në qytetin e Tetovës mendoj se kemi arritur një shkallë të lartë të vendisimit, qoftë një termin i zënë, një datë e kërkuar patjetër ose diçka tjetër, po deri tani kemi arritur edhe këto ti menaxhojmë me një atmosferë shumë të mirë dhe nuk kemi pasur ndonjë problem. Sigurisht, duke menaxhuar dhe duke i dhënë hapësirën të gjithëve ata të cilët duan të bëjnë diçka. Patjetër, thashun, qendra për kulturë është e hapur për aktivitete kulturore dhe nuk ja jap vetes atë të drejtë që dikujt ta refuzojmë ose diçka tjetër. Do të thonë, po, patjetër ne jemi aty për bashkëpunim dhe për aktivitete, se Qendra për Kulturë mund të realizojë edhe 20 edhe 30 aktivitete brenda vitit. Mirë po viti ka 365 ditë, nëse nuk bashkëpunojmë me artistë të tjerë nga jashtë, atëherë do të jemi vetëm të mbyllur me aktivitetet tona të cilat nuk besoj se do jetë mjaftueshme për një qytet me 2 universitete. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Njamzane, do të vazhdojmë bisedën, po tani do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, me njëherë pas publicitetit do të vazhdojmë sigurisht. Jemi rikthyer dhe vazhdoj të qëndroj me drejtoreshën e Qendrës për Kulturë në Tetov, Njom Zajmiri Ismaili, me të cilën flasim sigurisht për të gjitha sfidat apo të gjithë rolin e saj në fakt si drejtoresh, por gjithashtu do të flasim pak edhe për aktivitetet që ka pasur këtë periudhë që kanë qenë të shumta në Qendrën për Kulturë në Tetov. Megjithatë, para se të hyjmë te aktivitetet, Njom Zane folën pak për kolektivin, sigurisht ti e përmende që bëni një ekip jeni një ekip shumë e mirë, që bëni një punë shumë të mirë kolektive. Dhe atë që e the ti në fakt që e lëvdove sigurisht edhe ekipin tënd, edhe nga ekipi yt të njëjtat fjalë vinë dhe unë tash dua të shfaq një video, nëse ka mundësi regjia të më mundsoj videon për të parë pak edhe nga videat video mesazhet të cilën e kemi sigurisht për drejtoreshën e Qendrës për Kulturë Njomzën. Përshëndetje Alsat, përshëndetje Ilmije. Ju përurojmë për programin tuaj. Gjithashtu ju falenderojmë për kontributin e dhanë për Qendrën për Kulturë. Me këtë mesazh i drejtohemi drejtoreshës sonë zonjës Njom Zajmiri Ismaili, e cila me energjinë e saj pozitive dhe kontributin e saj ktheu në binar Qendrën për Kulturë, duke organizuar aktivitete nga veprimtari të ndryshme. Ndonjëherë është e nevojshme që edhe të kritikojmë drejtoreshën tonë, e cila nuk ka ndërmarrë asnjë veprim konkret për organizimin e festave të fundvitit. Ju falenderojmë edhe një herë, ju urojmë shumë suksese juve dhe drejtoreshës sonë. Ja, pra, do më thonë ishte vetëm me një fjali e përmblodhë gjitha që e vënduat në binar sigurisht me aktivitetet që keni sjell në Qendrën për Kulturë, por që kjo është edhe e mirat që në fakt edhe ti e the më herët që ne punojmë si staf dhe i merr idejat e të gjithëve, kështu që kishte një kritik nga Kaltrina për festat e fundvitit. Po, Kaltrina, mund ta paramendoj tani se për çka e ka fjalën, sepse jemi munduar, nuk kemi ende të organizuar çështjen e fundvitit, por si ide jam duke i mbledhur koncepte të ndryshme, ide të ndryshme nga kolegët edhe të shohim se po tani i premtoj edhe Kaltrinës se diçka do bëhet, po çka do jetë, le të mbetet pak më tutje ta zbulojmë. Pra do të ketë një takim si duket tash pas emisionit, me siguri që do të ketë një takim tash për festat e fundvitit apo edhe në qendër. Patjetër. Unë je falenderoj shumë Kaltrinën për video mesazhin që ka ndarë kohë, ka marrë guximin ta bëj, sepse shpeshherë në kamerat i kemi pak kompleks edhe... Ishte pak rënd për t'i bindur? Po, mund t'a paramendoj edhe nga njëherë edhe unë me shaka ju them se do nisi nga dal t'ju marrë në për emisione që postet nuk janë të përjeqme, Ilmi, unë e mendoj edhe kështu pse jo të pregaditen edhe kuadrët e reja që nesër kur dikush tjetër të ulet, ndoshta nga këto vajzat ose djem që janë brenda në Qendrën për Kulturë, dikush tjetër mund të jetë udhëheqës i këtij institucioni dhe pse mos të jenë të pregaditur, edhe pse larg asaj unë nuk i llogariti ata se nuk janë për kamerat, i kanë pak shumica e kolegëve i kanë kompleks.
Dhe këtë po mundohemi ta shërojmë nga dal. Hap pas hapi. Po, hap pas hapi. Faleminderit shumë Kaltrina. Thash të premtoj ty edhe gjithë kolegëve se diçka do ketë në fund vit. Pra të përgatiteni për një takim të radhës. Edhe unë falenderoj shumë Kaltrinën, në fakt I falenderoj të gjithë sepse kam kontaktuar një nga një, e di këtë që e thej, sigurisht që e kishim pak ndrojtje për të dalë, megjithatë kishin shumë fjalë të mira të cilat I thanë pas kamerës në telefon për ty, domethënë prandaj edhe desha vetëm me një mesazh, sado I shkurtër që tjetë, vetëm ta japim sigurisht për ta dhënë edhe atë atmosferën brenda stafit. Tash unë I kuptoj pjesën tjetër që nuk duan të dalin në kamera, sigurisht që është e kuptueshme dhe s'mund të detyrojmë askënd, megjithatë me të vërtetë kanë fjalë shumë të mira. Të flasim për aktivitetet të shumta, të paktën, siç jemi kthyer prej verës edhe ne me sezonin e ri kemi pas në emisionet tona aktivitete të shumta, mua shpesh më thonin edhe shoqëria mbeten në Tetov, çfarë është duke ndodhur, është përngulur në Tetov dhe kjo me të vërtetë është fakt që ka pas shumë aktivitete në Tetov. Më trego pak si ka qenë kretë kjo periudhë, tash nëse do duhet një përmbyllje në fillim të pyeta një përmbyllje për aspektin personal dhe profesional të vitit, megjithatë dua një përmbyllje për këtë 3 mujorshin, 4 mujorshin që ka qenë me të vërtetë e mbushur me aktivitete, duke filluar nga shtatori e pastaj edhe festat e nëntorit që ka qenë të jetë e mbushur. Është shumë e vërtet kemi pasur një agjendë të ngjeshur aktivitetesh, duke filluar që në qershor kur unë u emërova drejtoresh diku fundi majit, fillim qershorit. Nuk e di, ndoshta ka qenë ditën e parë apo ditën e dytë që u emërova si drejtoresh, kemi pasur ekspozitën e parë personale të zonjës Esra Luta. Pastaj kemi pasur koncertin me ansamblin Tanecin, diku në qershor ka qenë, nëse nuk gaboj. Dhe pastaj kanë rjedhur këto shtatori, tetori, nëntori që ka qenë një agjendë e kompletuar në plot kuptimin e fjalës. Do thonë qendra për kulturë ka shkëlqyer gjatë këtyre muajve me një sër aktivitetesh të ndryshme, të duartrokitura, të pëlqyera nga publiku, dhe besoj që do jetë edhe viti 2026 akoma edhe më I mirë se 2025. Tani ti numëroj sa aktivitete kemi pas, nuk e dia do mund të janë diku te mbi 10-14 janë vetëm të qendrës për kulturë gjatë këtij 6 mujori flas që jam unë drejtoresh, ndërsa me artistët tjerë nga jashtë janë të panumërta, domethënë Jazz Festivali me Elina Dunin ka qenë një performancë, një organizim I jashtëzakonshëm. Festivali filmit Tif Oda ka qenë gjithashtu një sukses shumë I madh për qytetin e Tetovës. Domethënë gjatë 7 ditë më duket që ka pasur të shfaqura filma, nuk e di a ka pasur ndonjë karike të lirë në sallë. Domethënë është mirë pritur në mënyrë perfekte. Kjo na bën të mendojmë se Tetova e don kulturën, Tetova si nevojiten aktivitete të tilla dhe të gjithë sikur të japim nga pak mund, besoj që do arrim gjithmonë ta mbajmë në një tempo të mirë aktivitetet kulturore. Sigurisht ka nevojë dhe me të vërtetë është e vërtetë kjo që sapo the që vlerësojnë edhe aktivitetet edhe artistët sigurisht që vlerësojnë. Cili ka qenë ke ndonjë koment që pas ndonjë aktiviteti pa marrë parasysh cili aktivitet ka qenë që ke marrë ndonjë koment që të ka mbetë në mendje për ndonjë aktivitet që mbase është pëlqyer shumë nga publiku. Shembull, unë do thoja jo për ta veçuar që tjerat nuk kanë qenë të gjitha të ekstrem të mira, por që parfumi, domethënë koncerti ka qenë besoj një ndër më të mirat, kështu që ishte pak a shumë dhe vula. Tani niveli I Kastriot Tushës është për mendimin tim një artist I një niveli shumë të lartë dhe të performoj në qytetin e Tetovës ka qenë një privilegj për ne. Edhe publika ka qenë shumë e kënaqur, unë si drejtoresh, si organizatore gjithë këtij koncerti të madh, ta themi, që ndoshta edhe viti 2025 do të karakterizohet me këtë koncert. Unë jam shumë e kënaqur, veçanërisht nga vetë profesori, nga vetë artisti, I cili
nuk e di, do me thonë, kam pritur tash të flas edhe unë në atë aspektin e jo drejtoreshës, po thjesht si një person, si publik, unë nuk e kam pritur këtë kënaqësi. Ardian Trebicka është habitur me publikun tetovar, me thonë kanë marrë një mesazh shumë pozitiv, janë ndarë definitivisht shumë të kënaqur nga ky koncert. Shumë e vërtet, në fakt dhe Ardian Trebicka, nëse s'gaboj, ka qenë për herë të parë. Me të vërtet ishte... Po, Ardiani ka qenë për herë të parë, edhe vërtet edhe brenda koncertit Kastrioti e përmente profesori se Ardiani do të habitet me publikun tetovar, dhe vërtet ishte ashtu. Pas koncertit ne ishim të gjithë së bashku, ai ishte i habitur për të mirë, të them, nga publiku tetovar, dhe aty e vërtetoj se qyteti i Tetovës dhe publiku tetovar sa kanë respekt për zotri Kastriotin, për zotri Ardianin dhe për atë orkestrën e mrekullueshme që e kishin me vetë. Shumë vërtet ka qenë një koncert shumë i bukur, që besoj që edhe ato që e humbën, kur i pan edhe pamjet, janë bërë bishman që nuk shkuan, edhe pse salla ishte e mbushur, nuk ishte edhe vend më për të pranuar më tej. Duke qenë se njëm sa afrohemi nga fundi, unë dua të të bëj një pyetje në fakt, si do doje ti të njihni njerëzit, ose çfarë do doje ti të merrnin prej teje njerëzit për te postit që e ke si drejtoresh? Unë nuk e di, ndoshta edhe të rinjt, po edhe të fëmijët e mi. Njeriu duhet ta karakterizoj vetëm mirësia, sinqeriteti, drejtësia. Nuk besoj se një e mirë e bërë mbetet e pakthyer, apo një e keqe e bërë mbetet e pakthyer. Andaj duhet shumë të kujtohemi se çka do bëjmë për veten tonë, jo për dikën tjetër. Gjithçka që bëjmë kthehet. Dhe kjo është një moto e imja e cila më ka përcjell ndër vite dhe vazhdoj ta përcjelli edhe te fëmijët e mi, se vërtet jeta është sfidë, jeta është ndoshta edhe e shkurtër, por atë çka e bëjmë përsëri do kthehet te ne, nuk shkon te dikush tjetër. Shumë e vërtet, të mbetemi, të mbajemi mend për gjërat mira. Patjetër. Cili do të ishte edhe një mesazh, sepse ky është vetëm një mesazh shumë i bukur, po edhe një mesazh për të gjitha gratë, të cilat mbase kanë ndonjëherë ndrojtje për të marrë pozita pak më të vështira, pozita pak më të larta. Unë do t'i kisha motivuar të gjitha gratë se pozita e vendimmarrjes nuk është aq e vështirë sa ne e perceptojmë. Me thonë, mjafton që njeriu të jetë i sinqert në atë që e bën, mjafton që njeriu ta dojë punën që e bën dhe të ketë një ekip përreth vetes me të cilët do t'i bëj punët. Dhe asgjë tjetër nuk besoj se në aspektin gjinor duhet të na stopoj. Nuk do me thonë se ne jemi gra edhe deri këtu më tutje nuk duhet shkojmë. Thjesht e përbëjmë gjysmën e popullsisë botërore, andaj edhe pozicionet duhet të ndahen ashtu. Nuk e besoj që një grua mund të jetë më pak e vlefshme se një burr për ndonjë pozicion të caktuar. Andaj duhet ndoshta pak më shumë vetvlerësim, vetbesim, edhe vazhdojmë përpara. Ashtu është një mesazh shumë i bukur në fakt dhe shumë e vërtet ajo që sapo the. Jam sa faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Prizma, që ndave nga Rrugtimi i Yt, që i ndave gjithë këto biseda, në fakt këtë bisedë kaq të këndshme. Unë të uroj shumë suksese edhe me udhëheqësinë, të uroj shumë suksese edhe krejt stafit, në fakt ju uroj shumë suksese për të vazhduar më tutje. Kemi nevojë, gjithmonë kemi nevojë, edhe rinia, edhe të gjithë në fakt kemi nevojë për më shumë kulturë, kështu që ju uroj shumë suksese, ju uroj punë sa më të mbar, për të vazhduar sigurisht edhe vitin tjetër për të parë edhe aktivitete më të shumta. Faleminderit shumë Ilmie, domethënë një falënderim të veçantë për ty si Ilmie që e ke ndjekur në vazhdimsi gjitha aktivitetet tona kulturore, por edhe për televizionin Alsat, i cili na jep hapësirë për të promovuar, sepse jetojmë në një botë teknologjisë dhe marketingu e bën edhe e dyfishon ndoshta edhe punën të cilën e bëjmë ne. I falenderoj të gjithë pa përjashtim që kanë kontribuar sadopak në të gjitha aktivitetet tona. Sigurisht për ne është gjithmonë kënaqësi. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe juve.